Internetsa, njerëz, YouTube-sa dhe sidomos ju që jeni shikues të A1 Report. Përpara se ta nis programin sot, kam dëshirë të mbaj 1 minutë heshtje për humbjen e jetës këngëtares madhe Vaçezela, dhe ndërkohë që unë mbaj 1 minutë heshtje, juve ndiqni një ndër këngët e mia më të preferuara të kënduara prej saj, Valsin e Lumturisë. Shkoj dhe na fali lumturin, tinguj sonte, mbigjoj dhe kujtoj praprimin. Bash me pranver dhe ti, lullëzon, lulle ploter, që në shpirë ma valsin ton në këtë pranver, ai përsëri po nafton të vallëzojmë si atëherë. Bash me pranver dhe ti, lullëzon, lulle ploter, që në shpirë ma qënë se jam brënda atmosferës së atyre viteve, e dini se çfarë kanë bërë 2 djemë në Tiranë? Një lokal që të kujton Tiranën e viteve 80, me një emër që të kujton një prej komedive më të famshme të viteve 80. Gjithashtu, edhe muzikën shqiptare edhe të viteve 80, edhe më përpara se vitet 80. Nuk po ju them më shumë, shikoni se ku kam qenë këtë fundjavë. Internet, sa njerëz, YouTube-sa dhe sidomos ju që jeni shikues të A1 Report, sonte kam ardhur t'ju tregoj një vend shumë interesant në Tiranë. Është mu në zemër të bllokut dhe unë që s'dija gjë fare. Merrni me mend juve, unë që s'dija gjë, ka shumë pak në fakt që është hapur diku nga mesi i dhjetorit dhe ka emrin më interesant që mund të ketë një lokal, Pallati 176. Por çfarë ndodh aty brenda? E jani me mua që ta zbulojmë një herë.
të zgjoj këtë mëngjes. Është jetë pa, çka zemrës që i troket. Në është besja në sytë e mi, Edhe është këngë, jemi unë e ti. E dashur, i këngën ma të gjohë, sot ma i qeshur, ta mbushi zemra do. tek një fëlia një mimos, vetjen ai dashuri, se ai dashur, Prej këmë turisë, në tritare, jo unë nuk do të ri. Tani unë u futa brenda këtu në Pallatin 176, që është një ndër lokalet më të veçanta që mund të kisha parë ndonjëherë. Edhe po ta shikoni, është edhe ilustruar brenda me ato elementet e Pallatit 176 dhe batutat më interesante që ka, për shembull, plasën, çokoladat dhe këtej. Po mirë ma, po kaq budallenj u t'jen të soj tonë, kaq budallenj qënkër keni. Këto janë batuta tipike të Jovan Bregut, ai i qante këto. Mirë, unë kam ardhur këtu tani, jam ullur dhe po pres njerë të vinë edhe të më shërbejnë në një gjë për të pirë. Ti do më shërbesh mua me? Po, unë do të shërbej. Si ke emri? Mira. Moj, po atë babajnë tënd e një mirë? E një, po ti? Jo, se është problemi që babai thonë që nuk është shumë i sigurt. Ashtu po. Të gjithë kamarierët dhe të gjithë juve që shërbeni keni në për bluza kështu? Kemi batuta të ndryshme të më. Qarë ka gjëra të mira këtu për të pirë? Të gjitha, Po për të ngrënë ka? edhe për të ngrënë. Qarë ka për të ngrënë? Ose jo rritur, një tost, një sanduiç, salat frutash. Sheshe, salat frutash në qofse do të mbash dietë, kështu se puna ime se jam shëndoshur pak. Puna ime. E po mirë, më sill një koktejl të bukur me bazë vodka. Po do e ishte un drejtor. Ua, shimoj shim! Ej, dëgjoni pak këtu, gjithë juve që jeni duke më ndjekur. Koktejlet kanë emra Elsa, Sandor Mafishja, Marieta, Drejtori, Fredi, Rita. Ka koktejle me emrat e personazheve të Pallatit 176. Me qënë se mamaja ime ka emrin Elsa, më sill një Elsa ta pi të lutem. Përshëndetje, si jeni juve? Si për duket pia? Dëgjoj, po më duket shumë e mirë, po unë kam ardhur të bëj emision këtu sot. Vërtet? Po ti pse ke ardhur? Fal, se erdhi kamarierja, ma mori porosin, ti ç'a do? Jeni ju që keni ardhur, unë jam e shtëpisë, jam menaxherja. Ah, Them që ju t'ja kaloni mirë. po ulu njerë, që t'ja kalojmë pak mirë bashkë ne, hajde njerë. Si e ke emrin ti, zonja menaxhere? Unë quaj Fjorza Mullaj. Fjorza, qa emri shumë i çuditshëm. Tregoj një shik, ku i ke për këto flokët kaq bukur? Ngjyra është e imi. Ngjyra o bë 6 vjet kështu, kështu që as e mbaj më ngjyrën time natyrale më. Dhe bëj vet. Fjorza, më tregoj një çik, ç'është ky lokal me emrin Pallati 176? Është një pyetje që na e bënin pothuajse për ditë. Gjatë kohës që u hap lokali, nuk ishte dekoruar akoma, po kërkonin për një emër. Edhe sa ishim mbledhur gjithë bashk, po jepte teatrin. Duke qeshur e në për shaka, Pallati 176, edhe dikush që dha idenë që kështu duhet të quhet. Edhe ashtu quhet.
Redimin që se jo keni parë, ka angjellat, shumë kakariket, mrapa, janë gjitha të vjetra, batutat në mur. Më bëre shumë përshtypje vërtet. Kështu e shkon të gjithë klientëve ti siç më erdhe mua? Po. Do të thënë vjen kamarierja ose kamarieri, të gjithë me bluzat e stampuara me batutat e pallatit 176 dhe pastaj vjen ti, ë? Në fakt është disiri si, sepse në përgjithësi çuditë njerëzit. Ja një rast ideal, ishte një grup të rinj, rreth të 20-tave, edhe i pyesë, ç'po bëni, thash si po ja kaloni? Po bëni lëng frutash, gjëra të tilla. I thash, "Ju bëj një shot", i thash me duart e mia të arta. Po më shifin të habitur, dhe një nga ata me shkathi më tha, "Më fal, ç'a je ti?" tha. Thash, "Mos u troni se jam kliente, jo menaxherja." Po mendon se je çmendur. Se në fakt të lloj shërbimesh jashtë Shqipërisë janë shumë të njohura, po këtu në Shqipëri kur të trajtojnë shumë mirë, na vjen çudi se si jemi mësuar në shqiptarë që të trajtojemi mirë, apo jo? Jo, në fakt momenti i parë pastaj ankojmë se s'jam unë tavolin me ta, pse s'po i bëj batuta, pse s'po i pyes në rast se kam punë me të tjerë. Kur fillojnë pastaj edhe bëhen klient të rregullt, besoj. Mësojnë keq, po. Po më tregon një çik tani. Ke jetuar ndonjëherë jashtë shtetit? Po, kam jetuar 10 vjet në Greqi. Ose thashun s'ka mundësi? Para sa vjetësh? Para 10 vjetësh, kam 10 vjet që jam kthyer. Po sa vjeçë je moj? Fiorza. Vetëm 25, vetëm. Do të thënë sa vjeçë je kthyer? Jam kthyer 15. 15 vjeçë. Ua, po mirë, atë moshën e adoleshencës tipike, e ke kaluar. Po. Ka qenë ndonjë çike vështirë, moj. Jo, jam njëri që përshtatem shumë edhe i marr më të mirën e çfarë do lloj vendi apo njerëzve. Kështu që për mua është shumë bukur të jetosh në Shqipëri. Është vendi mundësive. Këtë ja them shpesh si shembull njerëzve me artin që unë merrem. Tregon çik ç'është ky arti me cilin merr? Po i bijuteria, ky është krimi im. Një nga krimet e mia është e sezonit të fundit, është për princesha. Princesha, do të thënë mua s'ma jep dot atë. Po sigurisht që ta jap. Ma bësh dhuratë. Po, Sa e poshtër që pas kam qenë, domethënë. jesh princeshë të për ju. Më bëjnë të ndjem princesh, që është e vërtetë. Mirë, që është shumë mirë. Fiorza, kalojmë edhe një herë tek pallati 176. Wow, kënaqja me këtë muzikën një herë. U ashi ato kputucët që shkruajnë 176. Imagjino numri këmbës së atyre kputucëve të ishte 176 për shemb. Vetëm për ne. Dhe me veçanta janë elmetat e ushtarëve gjatë luftës. Që përveç se t'i grumbullonim, do t'i shihnin ambjente të tjera, që t'i grumbullonim ishte goxha e vështirë, po edhe shpimi tyre që të bëheshin llamp, të përdoreshin, ishte të meri vërtet. Ua, shife moj, se tani po e shikoj unë që juve papazhurët i keni në fakt helmeta. Po. Çfarë organizoni kryesisht, kush është programacioni këtij lokali, gjithë tematikit të ri? Përveç të mërkurave që ne aplikojmë një ulje çmimesh për student, për të gjithë, çmimet janë vërtet të lira, shumë të lira, edhe njerëzit kënaqen. Neve çdo të premte organizojmë parti me tematika të ndryshme. Për shembull, plasën çokollatat edhe kteka që një të premte. Edhe kishte çokoladata pa lek? Pa fund. Pa lek? Pa fund dhe pa lek. Çfarë thua moj? Po, me çokoladë të zezë, me qumësh, me lajthim, me çfarë të doni njerëzit. I shpërndalim në shporta që po t'i shihni kemi marrë aty tani. Se asnjë nuk është e padobishme, çdo gjë bëhet funksionale. Shfrytëzohet, riciklohet këtu në lokal. Javën e kaluar kemi bërë një Kishte çokoladë të zezë? Kishte çokoladë Po çokoladë me qumësh? me qumë. Suksesi ishte ato çokolada me qumë. Na 3-4 secili. Kishim marrë masat, kishim marrë shumë. Javën e kaluar, siç ju thash, bërëm short, shpërndam marusha në masi të ndryshme dhe bijuterinë ato që bëj unë handmade. Shpërndam pa mas, çdo tavolin pothuajse fitoi na një gjë. Moj Fiorza, po nëse ke shpërndar gjithë ato bijuteri që i ke bërë vetë falas ti, po mua s'më vjen turp të ta lyp përpara ekranit, se në fund të fundit lypa faqen e Zeska, po pa gjës del të në Shkodranët. Kështu që unë e dua atë varsën se m'pëlqeu shumë. Në ta japon. Kur? E kisha të tënde ndoshta? Po do ta heq tani. Më prend dhe më përcjell. Tek ti njoh Kam përshtypjen që nuk shkon shumë me këtë fustan apo shkon? Jo, nuk shkon shumë me këtë fustan, po shkon me veshje sportive, që besoj se ato ju shkojnë shumë. Se në fakt unë veshjen time e kam gjithmonë të kuruar nga dyqani vintage. Është rruga Nikola Tupet e bloku, edhe ka veshje yll edhe nam, edhe sigurisht që ato mendojnë për mua, është një goca Nila aty, shumë e mirë, që mendon edhe për veshjen, po dhe kombinimin me aksesorët, edhe ato tek vintage gjehen. Tashti unë zbulova edhe një person të ri që mund të mendoje për aksesorët e mi. Sigurisht. Fiorza, unë sa më kënaqi kjo muzika. Muzika është fantastike, njerëzit e pëlqejnë shumë.
edhe ndjen nostalgjik, brëm kemi pasur mosha të rritura klientësh, mbi 30 vjeç, edhe këndonin dhe u bën grupe, u misua me njëri tjetër njerëz që nuk njiheshin. Këtë veçanti ka dhe kjo muzikë. Fjorza, të iki unë të zbuloj ca anë të tjera të lokalit dhe ti faleminderit shumë. Që nga shumë e mirë, sidomos nga që më bëri dhe dhurat. O çuna, o goca, flasim e qik me pronaren se ca gjëra vetëm ai mund na i shpjegoj më mirë. Menaxherja që ishte nona shumë e mirë, foli. Kamarierja që ishte nona yll, foli. Është edhe ky kamarieri këtu që ishte shumë i lezetshëm dhe më tha atë koktelin që porosi dhe mos kujto se del në televizor tita dhe s'ke për ta pagu. Ishte nona dhe ai. Do ta paguaj koktelin pa merak. More vesh llapush, se si ty kam pasur veshët dhe unë dikur, po rroft estetika edhe im shtolla. Prezantusja. Po ti kush? Tedi, kamarieri, gëzojmë që u njohëm. Qa ke shkuetur? Mirë janë? Nga dhëmbët? A pjesën tjetër se di. Tëmbla, po më kujtua batuta. Dija, më thanë që juve jeni zoti pronari. Ndoshta. Po jeni edhe zoti njishi kokteleve, se si surrati pamje kështu. Po, rrim me lagje tu, me stupshyri. E po prandaj, është çon Tirana. Dija, vërtet, atë koktelin ti ma bëre mua? Po. Ishte shumë i mirë. Elsa. Si mami me kështë emrin. Po prandaj e përosi ta Elsa. Coincidencat. Nga që kështë emrin e mami tim. Shiko, me qa ma bëre atë? Atëherë, Mami, me qa bëhet, domethënë? bëhet me lëng ananasi, ka pak tequila dhe pak vodka. Vodka, prandaj më pëlqeu. Po ma ki ka Po nga që diu që vodka është pijata e preferuar. Dgjoj, më tregon një çik tani, si gjithë këto koktele që kanë emrat e këtyre personazheve të pallatit që është 76. Janë koktele që ke shpikur ti? Po. Atëherë, duke marrë parasysh emrin lokal, pa asgjë 76, duke marrë parasysh edhe stilin lokalit, muzika që bëhet, muzika shqip, vitet 80, muzika vjetër, ishte diçka domethënë që do ta binohet edhe me shijen e pijeve. Me thënë, ti gjithë fantazin tënde si barman, i shkëlqyer që je, e vure ke... Po. Se në fund të fundit, ke punuar ti baris më përpara? Baris, po. Për të tjerën? Për të tjerë. Të erdhi dita që ke lokalin tatë dhe tash mund të bëj koktelet që dua unë, edhe me emrat që duan. Edhe si bëj qefi mu. Edhe si Qarë muzike ka vërtet gjithmonë kështu është muzika këtu? Muzika këtu është ato muzika këngët të shekullit, 100 këngë të shekullit. Këngët të shekullit, plus muzika vitit 80 që janë muzika rock vjetra, por kryesisht muzika të vjetra shqiptare. Shumë bukur. Tim nostalgji një çik mrapsh. Jo, po është shumë e vërtet që ne kënaqemi dhe po dëgjojmë muzikë shqip nëpër lokale, se di pse kam tendencën gjithë vën muzikë tuaj. Gjithani vetëm house, hip hop, vetëm tuaja. Shumë e vërtet. A të tjera atë se ishte tu lasë, tash s'po bëj art, që parë për art. Jo, tash po pak me punë. Po bravo të qof që je nga ato pronarët që lanë, fshin, pastronësh dhe njishi kokteleve. More dhe apo jo? Punë të mbarë, ciao. Ciao, ju pash. Lo trovai në fëmijë, për prit në dhomën tjetër, të shkruaj për ta, dëshirën ka, ashtu ish kujdesur, se qmora një letër, hoqja pesvija, si pentagram. Pse keni ardhur pikërisht këtu ke pallatin 176 sonte? Po se na pëlqen shumë. Kemi dhe një shoqin tonë këtu që shërben edhe. Ajo kamarierja ishte shumë e mirë, ishte shumë e mirë. Ai që erdhi ishte koincidencë. Dhe ti je shumë e këndë. Vjen shpesh? Po do vim më shpesh. Se sa është hapur, sa ka filluar një muaj ka. Një muaj është e vërtet. Mua më pëlqeu shumë se ishte shumë i veçantë. I veçantë është, na kujton dhe aktorin e famshëm, Rebickën, kështu që i veçantë është. Po ti vajza për herë të parë ke? Po, edhe unë për herë të parë kam. Priti çik se kjo goca ka për herë të parë. Tëre, na pëlqeu stili këtij lokalit më tepër, domethënë, sepse lokali ka boll, plot, pafund, ti realisht disa mos te kjo zona bllokut njëri që është e te mbushur me lokale, po gjithmonë njeriu do të gjejë diçka të re, diçka më të veçantë, dhe kjo e ka bërë stilin shumë të bukur. Po këto syze ca moderne.
Ke kështu falso apo e vërtet? Jo, Me numër. me numër. Tom Ford. Më mirë. Mirë, kalofshi mirë, po shikoni. Kishte ca koktejle këtu të papame, Fredi, Elsa, Liria. Pak orari, sa të kaloj dhe pak orari, direkte te koktejli. Okej. Mua më të roqën kaq shumë syzet e tua sa e kisha të pamundur të mos vija këtu. Pse qesh? Si e shqiptar ti? Shqiptar. Po e pra se kështu dukesh çik si jashtëm. Nuk e prisnin fare që të vija, na falni për shqetësimin. Jo, i lutem, nuk ka problem. Dgjoj. Më të roqën syzet Vogue, që kanë ato syzet përpara ishin Tom Ford. Veshja, stili, e diti që ka pak çuna moderne në Tiranë. Jo. A je dakord me mua? Nuk jam aq dakord, mendoj se ka. Sa vjeç je ti? Unë 19. E, po mosha jote ka fillu. Me u veshje çik mirë tash. Si jeni të brez tjetër jo. Po, ke filluar pak më ndryshe ndoshta. Dgjoj, po ku frymzohesh e fishesh kështu? Po, televizori, varet, vipa të ndryshëm. Kështu, ha? Domethënë ti hyn në internet ose shef televizor, ku di unë Brad Pittin si është vesh edhe, ha? Edhe ndoshta kopjon ndonjë çik stilin ose. Kopjon. Më shumë. Mirë, dgjoj, shëra parë që vinin këtu, vajza me ty e kam tash. Pa. Shëra parë? Sonte, ha? Pa. Po, ha. Mirë, për ndryshim, variacion. Po ty si të duket këtu? Mirë duket ky vend. Si hera parë kështu, nga se erdhët ju nga emri, që ishte pallati 176? Po e pa mirë tham, pse jo? Dgjoj, po ty si duket lokali? U gjë interesant, domethënë, pam pallati 176, nda Jo, po si ju duket kështu se ju jeni shumë të rinj, kupton 19 vjeç, ti dëgjosh Eranda Libova. Okej, kur e keni dëgjuar për herë të fundit ju Eranda Libovën? Me gjikfor. Meqense jemi tek muzika atyre viteve, sepse po e dëgjojmë në sfond në lokalin Pallatin 176, por edhe sepse sot ka qenë një ditë zie në fakt për popullin shqiptar, sepse për një brez ku bëj pjesë edhe unë, është një humbje e madhe ajo e Vaçezelës. Po juve kur e dëgjuat kështu, si indiferent, si vjen për brezin tuaj ky lloj informacion? Atëherë, duke qenë se reputacionin që ka krijuar, domethënë dhe çfarë kemi dëgjuar nga brezat më përparshëm, e adhurojnë gjithë. Dhe normalisht është humbje, përderisa ata e adhurojnë, po ti se kupton fare Vaçezelën. Normalisht nuk kam se si ta kuptoj aq mirë sa që kupton brezi që ka pasur në ka qenë kontakt normalisht. Ç'është këngëtarja më e mirë shqiptare për ty? Këngëtarja. Më pëlqen Anjeza Shahini. Shiko, ka një lloj ngjashmëria Anjeza Shahini me atë po diskutoja edhe sot faktikisht me një të afërmë dhe i thashë ngjajnë shumë domethënë si artiste. Faleminderit ja. Faleminderit juve, kalofshi mirë. Apo jo more krushka male. Po more krushko. O ç'tu bëj atyre unë? Atyre dy zogjve që duen. Pa po t'jetë për ty, krushime ty, e di. S'më besohet, është rebelu ajo që prezanton pasditen në Top Channel. Ulpiana. Të nderuar teleshikues, mirë se vini dhe këtë pasdite në Top Channel. Shifni pak çka ka bë më aman më për zotin e madh. Është rebeluma, është gjëvesh. Gjëvishet Ulpiana e pasdites në Top Channel. Ulpiana e pasdites në Top Channel kërkon që edhe atë ta shohim si një femër seksi. Pse jo në fund të fundit? Ajo fton çdo ditë në studio gjithë ato femra edhe kush e di si ja kanë ngritur ato nervat edhe tha do të zhvishem edhe unë, siç ka bërë në këtë foton këtu. Ky lajmi që do ju them për Qiljeta Xhilagën më ka vdek fare, po fare. Po pse more çfarë mendon Dunjaja, ë? Se unë ha këto dënglat që shesin gazetat? Qiljeta heq dorë nga dekoltet edhe del e mbuluar në për koncerte. Po jo, more njerëz, jo. Është ndoshur një çik Qiljeta, edhe ka filluar të mbulohet, si janë prishur pak dhe ato linjat që nga Shtatzania. Sa të marri veten, do e nxjerri prap dekolten Qili, ç'keni juve, mos u shqetësoni fare, pastaj, po nuk e nxori dekolten Qili. Kush do ta nxjerri më vlla? Ora unë se besoj kurrë që tjetë një çështje morali që i ka hyp Qili tashi që është bë mami. Pastaj kush tha që të bën moralshme? Mbulosh dekolten një herë. Pastaj më falni çik, fakti që dikur dilte me dekolte nuk e bënte të pamoralshme Qilin. Qili është gjithë ajo, gjitha dekolteka. Dekolteja Qilit është më e famshme në botë. Pastaj, si dekolteja Qilit është edhe moda. Pastaj, si dekolteja Qilit plasin të tjera dhe nuk e kanë. Ore, le të plasin nga inatit gjitha gocat. Gjersa ka gjitha ato cica Qili.
Pse mos të nxjerri? Ti nxjerri që ç'ke me të? Qiljeta, nxjerri cicat e tua se kanë filluar t'i mungojnë dynjas, se je ikona e dekoltes shqiptare. Roku në Shqipëri, pavarësisht problemeve të mëdha që ka me marketingun, pavarësisht me faktin që nuk shitet ashtu siç shiten format në për muzikën shqiptare, pavarësisht ecën mirë, ecën fort, se kush e pëlqen rokun, e pëlqen edhe pik. Një nga rokerët që e mban më shumë lart flamurin në botën e rokut është Flaka Krelani, që si një roker e vërtet ka fryr dhe buzët. Ka fryr buzët Flaka Krelani. Unë them që do jetë në një rebelim rokereje nga inati që nuk i dhanë vëndin e parë të Dancing with the Stars. Se ne femrat e di që bëjmë apo jo, kur na vlon inati, presim flokët, ndryshojmë pamje, sidomos kur në një qelpsir na merr burrin. Dhe Flaka Krelanit i morën çmimin e parë në Dancing with the Stars. Dhe ajo nga inati, fryu buzët. Nuk është parë dhe dëgjuar ndonjëherë në botën e rockut, qoftë edhe ai më klasiku apo më moderni, bile edhe në botën e punkut nuk është parë ndonjëherë që të fry buzët ndonjë rockere. Po ku i dihet mbase Flaka Krelani do sjellin ndonjë tendencë të re në botën e rockut modern? Me buzë të fryra.